nuk mbështet ushtarakisht vendin me cilat nuk ka pajtueshmëri. Kemi pasur probleme. Zona Fatime, që ta themi. Lejo të vjedh atje. Fatime, unë thash pikë these për arsye se vetëm me dhënë që detaj. Për arsye se ne kemi pas pezullim të dialogut strategjik, kemi pas, domethënë, i kanë kemi pas. Edhe për këtë arsye, për këto 4 vite është një pikë these jashtëzakonisht pozitive. Na ka penalizuar në vazhdimin e raporteve të mira dhe në konsolidimin e raporteve të shkëlqyeshme në secilën fushë. Jo, nuk është e vërtetë, kjo absolutisht. Kemi pas raporte në atë fushë. Absolut. Qysh mund është mos me pas pezullim. Vesh merr një frymë, se na ju dëgjum kur ja futet një shablon për inati të dikuj, inati dhe Kosovës. Jo, Kosova ka pas për plasje. Absolutisht jo. Çdo gjë ishte pozitive për arsye se është jashtëzakonisht mirë. Për inati të dikuj çka ja futëm, na tregum realitet. A realitet që pezullim dialogu, është i pezulluar është realitet. Ka pas për plasje në raport me interesat e SBA-s në Kosovë. Vetëm ta përmbyll pastaj replik do marrësh. Ka pas për plasjet e saj, për qëndrimet e saj në veri, sepse Kosova ka konsideruar që është e rëndësishme të shtyej synimet e saj në veri, edhe ka hasur në mos dakordancë të plot sa i përket formave që ka ndërmarrë atje. Dhe është shumë e rëndësishme që secili ta kuptoj që nuk ka pas përplasje për interesat amerikane këtu. Ka pas përplasje në lidhje me hapat e Republikës së Kosovës, në raport me veriun e Kosovës edhe për mos lëshuar ose për të mos dorëzuar sovranitet tek organet e Serbisë, sepse në një fazë ka kërkuar Amerika me dorëzu sovranitetin të Serbisë. Ka kërkuar të mirëmbohet, ka kërkuar të mirëmbohet. Ata ta ruajnë sovranitetin, ta përmbyllin. Ka kërkuar të mirëmbohet status quo-ja atje për hir të qetësisë, sepse ka pasur frikë që situata mund të dalë nga kontrolli. Ka drejtë replikë urdhërore. Kush është? Prandaj ju lutem shumë, duhet të qartësuesi se ky popull jon është u mush helm me dezinformata. Jo, absolutisht. Realiteti është ky, cila është ushtria në kufi që e ruan kufinin e Kosovës me Serbinë. Kallëzoj popullit, është ushtria amerikane, është ushtari amerikan, është ushtari amerikan, ai që rrin kufi, ai që ta ruan sovranitetin është ushtari amerikan. Dhe me thonë, ose me pretendu që Amerika pas ka kërku prej neve, që na ne arshun kontrol sovranitetin e vetë. Kjo është absurde. Kjo është absurde. Sovranitetin e ka pasur Dojqiqi aty, edhe ka vjen nga Dojqiqi.